Ngjarja e djeshme që përfshiu fituesin e Big Brother VIP Albania Gjestin ka marrë një vëmendje të madhe pas publikimit të detajeve të reja nga dosja e prokurorisë. Ajo që fillimisht u trajtua si një ndalim policor, sipas informacioneve të publikuara nga Betimi për Drejtësi, zbulon një përplasje mjaft ashpër që lidhet me mosmarrëveshje për borxhe paraprake. Sipas zbulimeve, incidenti ka ndodhur në ambientet e zyrave të studios Onima në Prishtinë. Këngëtari raportohet këtë shkuar aty me armë në dorë duke kërkuar pronarin me inicialet Epic Shëm. Situata ka eskaluar kur ai dyshohet i drejtuar stafit prezent me fjalët e rënda, ku ose ka me vra. Pasi nuk ka gjetur personin që po kërkonte në shenjë revolte për çështjen e pagesave të pakryera, Gjesti ka shkaktuar dëme të konsiderueshme brenda ambienteve të studios, siç raporton Betimi për Drejtësi. Raportohet se ai ka dëmtuar kompjuterët, tavolinat dhe ka thyer gjamat e zyrave, duke shkaktuar dëm material tek i dëmtuari. Ndërhyrja e policisë Kosovës ka qenë menjëhershme, kur forcat e rendit kanë bërritur në zyrat e Onimas, theksohet se kanë gjetur këngëtarin ende me armë në dorë, e cila është sekuestruar në vend ngjarje. Për gazetaren Ira Sahiti, kjo ngjarje ishte paralajmëruar. Me thonë drejtën, jo shumë se është diçka që u prit, pasi që Gjesti pe kur u doli pe Big Brother ka tregu që ka probleme me kompaninë në fjalë, e këto probleme kishin mujt me u zgjedh me një mënyrë krejt tjetër, e jo mënyrën që ai ka zgjedh me i zgjedh. Gjesti thuhet se është faqur në gjendje të rënduar emocionale dhe i gjithë tensioni ka shqetësuar jo pak të pranishmit. Në fakt, takimet e tensionuara mes tij dhe drejtuesit kompanisë thuhet se kanë ndodhur edhe më herët, por se nuk kanë marrë vëmendje publike për shkak se nuk kanë eskaluar deri në këtë pikë. Në momentin kur e morëm vesh që Gjesti vetë se u arrestu, morëm informata edhe pse ka ndodhur, çu ka ndodhur. Shkaku ka që Gjesti për shkak të një kontrate që nuk ka mujt me përfundu mirë me pronarin e Onimës, e ka zgjedhur në mënyrë të keqe me zgjedhat problem, tu shku edhe tu i kërcënu të zyret e Onimës, tu i dëmtu gjëra materiale në zyre, edhe normal ka pas edhe një armë me vete. Dikush që nuk ka mujt me përfundu një problem ma herët edhe ka zgat pak ma shumë, normal që ka pas ma shumë më mlef brenda ati edhe nuk besoj që u konaj situatë në ekstreme qetu e marrë parasysh që ka dëmtu shumë sene, ka kërcënu mënyrat ma të ndryshme. Për gazetari nga Tirana Redion Shtylla, gjithë kjo situatë është prerje krahësh për artistin. Është një kalvar i gjatë, pra është një kalvar që Gjesti e ka treguar dhe ku ka qenë në Big Brother pas Big Brotherit, si një artist dhe një fitues i Big Brotherit me johonën që ai kishte, ne prisim që ai kishte një karrierë me projekte, me angazhime më të shumta, por që nga dalja e Big Brotherit që bëhet pothuajse një vit, ai nxori vetëm një projekt, pati një lloj turi të vogël nëpër Europë dhe pak koncerte nëpër klubet e Kosovës dhe ky ngërçi me Onimën është ajo që e ka penguar këtë që të jetë një artist i lirë. Gjithmonë të dyja palët kanë treguar versionet e tyre, Gjesti në deklaratat e tij të mëparshme kanë thënë që nuk po bëj dot muzikë, nuk po jem më pranë audiencës se nuk po më lejojnë kushtet. E ka shprehur këtë lloj pengese që ka pasur nga Onima, që ishte në valën e suksesit të tij dhe një artist të ri i heshtur. Për mua edhe për të gjithë ata që e kuptojnë këtë punë, do të thotë që ti presh krahët diku që kishte hovin, por Gjesti gjithmonë e ka pasur këtë simpatin dhe johonën, siç është edhe rasti konkret tani që po flasim. Revolta e madhe ka shtyrë Gjestin sipas tij dhe veproi në atë formë. Reagimi i tij sigurisht që është një lloj revolte, një lloj shpërthimi që është i akumuluar. Ne kemi parë dhe në dy Big Brother një Gjest që nuk ka qenë i dhunshëm, pra ai nuk e ka kultivuar dhunën si mjet të reagimit të tij, përkundrazi, edhe kur i është ushtruar dhunë, ai nuk është kundërpërgjigjur. Kjo do thotë që ai ka arritur në një pikë ku në gjuhën popullore nuk mban më ujë pilafi. Ne nuk i dim të gjitha detajet e agravimit, pasi kemi vetëm palën e Onimës që është kallëzuesi në rasti konkret që e ka denoncuar Gjestin për kërcënim, për dëm material dhe për shqetësim, se janë 3 akuza që rëndojnë ndaj Gjestit, sipas asaj që edhe prokuroria e Prishtinës ka treguar dhe ka bërë publike. Por sidoqoftë, kur një artist e pash edhe një reagim të artistes Zafina Ismali që është pro Gjestit dhe thotë që ky menaxhment nuk është i drejtë në ato që bën, dhe kur ti i ndalon një artisti që e ka të shenjtë atë që bën muzikën, projektet që të jetë i pavarur, sigurisht që do të vinë në një pikë ku ndoshta nga një gjendje emocionale e shtuar edhe për shkak të fatkeqësisht në të cilën
preku familjen e Gjesit dhe të gjithë, le të themi, e ndjem atë lloj plage, duhet të kuptuar dhe duhet dëgjuar më shumë Gjesi, se nuk është se ka folur shumë për këtë situatë, thjesht të dy reagimeve të muajve më parë, pra ai nuk e ka ndarë me publikun se ku ka qëndruar konkretisht e gjithë kjo tramvaj që ai ka hecur, që nuk është ndjer i sigurt dhe që ka mbetur ende pa shkuar aty ku e duan të gjithë, pra tek publiku nëpër koncerte, por edhe me publikime të këngëve të reja. Por sa do indikoj ky zhvillim? Pa diskutim që aspekti ligjor duhet të jetë i drejtë dhe ne duhet kemi besim tek drejtësia, dhe pse në shihen time e kam parë si një lloj sensacioni që edhe prokuria direkt doli me deklarata, me reagime, me vendime, ndërkohë që problemet dhe ata që shkaktojnë probleme reale i qëndrojnë duke pirë puro edhe qëndrojnë në përqefe, po e dim që Gjesti është emër që shet dhe këtë po e tregon në çdo lloj rrethane, edhe pse gjërat e fundit janë, le të themi, kundër tij dhe që tregojnë që ai pas ka shkelur ligjin me atë që pas ka bërë. Por duhet mbetur dhe duhet i vëmë pikat mbi i, duke kuptuar atë si artist. Unë gjithmonë kam pasur dhe do ta kem gjithmonë qasjen time mbështetëse për atë njerëj që i dha shqiptarisë një lloj adrenaline që nuk po e shikojmë në Big Brother, por në aspektin e karrierës, sigurisht që ndjekësit e tij po e presin, e kanë pritur dhe janë aty në çdo moment që ai do të rikthehet, pasi ende nuk është përpunuar mirë si artist pas eksperiencës që ai kishte në Big Brother. Pra, ende nuk është konsumuar, ende është i freskët në atë që ai mund t'i dhuroj audiencës, dhe çfarëdo lloj gjë që të ndodhi, një gjë është e sigurt që nuk ja merr dot njëri Gjestit. Ai ka hyrë tek njerëzit dhe nuk del. Kjo është një gjë e sigurt, kjo është një gjë që vërtetohet me gjitha sukseset që kishte edhe me publikimin e këngës Dedikim, që arriti një klasifikim botëror duke u kthyer në top 10, dhe kjo është një arritje dhe kjo është një tregues që publiku, sa herë që ky njeri do të rikthehet në skenë, kur do qoftë momenti, do të jetë me të, do ta mbështesi dhe do t'i mbushi, besoj, sallat plot në momentin që ai do të rikthehet jetës së tij normale, artistike, dhe që duhet të jetë një moment më parë, pasi kështu ne japim edhe një tjetër shembull që artisti duhet të jetë i lirë. Ne kemi kontrata, sigurisht që po, edhe artistë të tjerë ylli ka pasur të njëjtat situata, pra këto kontratat janë pak edhe të sikletshme, si duhet t'i zbatosi pas rregullit, por ndërkohë kur ka kaq shumë artistë që flasin për këtë treg të kontratave dhe të marrëveshjeve, sigurisht që pjesa e artistike kuptohet më shumë, se po dalin shumë zëra që po tregojnë një version që është ajo e një ngërci që nuk vjen vetëm nga ana e artistit. Na e dina që Gjesi është ndër favoritët e shqiptarëve këto kohë, prej Big Brother, prej kur e fitoi, edhe pas e dina që u zhduk prej skenës muzikore një kohë, e ka pas një shkputje për shkak të fatkeqësisë që i ka ndodhur me vdekjen e vllait. E tash prap me pas një shkputje tjetër nuk mendoj që ka me indiku mirë, të e mua parasysh shqetsej ka Iran prag të verës, ka neja, njerëz të vinë Kosovë, kanë me pas shef me pas Gjestin, po për shkak proceseve ligjore që duhet me indjek tash, ka me indiku kogja keq. Pas ndalimit të tij të mërkurëm, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka dorëzuar zyrtarisht kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, mbi të rëndojnë dyshimet për 3 vepra: armbajtje pa leje, kanose sipas nenit 181 dhe asgjësim apo dëmtim i pasurisë në bazë të nenit 321 të kodit penal. Fati i Gjestit tashmë është në dorë të drejtësisë, ndërsa seanca dëgjimore është caktuar të mbahet nesër në orën 9:30 të mëngjesit në gjykatën themelore në Prishtinë.